të përbashkët midis dy kombeve, midis njëjtit komb midis dy shtetet. Të përbashkët midis dy kombeve, midis njëjtit komb midis dy shtetet. Ministri dashur, ju faleminderit shumë për mikpritjen sot në Kosovë, për mua është kënaqësi të jem këtu sot. Një detaj i vogël përpara se ta vazhdojmë, kur rrina në kufi, takova përfaqësues zyrtarak edhe të Shqipërisë edhe të Kosovës, edhe Roneli po më shpjegonte që misa erdhi zoti ministër në Kosovë dhe gjithë skaletën e takimeve. Edhe e falenderova patjetër. Dhe i thash një detaj. Unë jam lind në Kukës, kam marrë në Kosovë në qershor të vitit 1999, jo larg. Edhe kam marrë si një thirrje ndaj edhe dashurisë ndaj familjes time që jeton në Kosovë, pjesë sa që jeton në Kosovë. Edhe është kënaqësi dyfish për mua sot të jem këtu. Republika e Shqipërisë qëndron krah për krah me Kosovën në gjithë udhëtimin dhe rrugtimin e saj, që nga çlirimi, pavarësia dhe sot thellimi i institucioneve demokratike në Republikën e Kosovës, ngritja e bashkëpunimit në nivel ndërkombëtar, forcimi i institucioneve të saj, forcimi i një republike demokratike me një prirje perëndimore të qartë, bashkëpunimi midis dy shteteve nuk mund të ishte më i mirë dhe më i fortë sot. Diskutuam me kolegun për bashkëpunimin që kemi, për thellimin e bashkëpunimit në gjitha fushat, veçanërisht edhe në ato të industrisë ushtarake, cila na përket të dy palëve. Bashkëpunimi këtë fushë shtetësore, për rritjen e kapaciteteve tona dhe garantimin e sigurisë të dyja vendeve, besoj që ky diskutim do vijojë edhe më tej me gjitha impjantet e prodhimit që po ngrihen si Kosovë si Shqipëri, si simbole jo vetëm të zhvillimit teknologjik dhe industrial në Republikë, por edhe të bashkëpunimit vllazëror dhe sinqert që ne kemi ndërmjet njëri tjetrit, duke pa këtë si një urë bashkëpunimi dhe avancimi drejt të ardhmes të përbashkët midis dy kombeve, midis njëjtit komb midis dy shtetet. Kjo, faleminderit. Të rezultuar për shkak të angazhimit të dy ministrave, do të mund të kalojmë vetëm të pyetje, kështu që ju lutem të tregoni sa më shumë. Ministri Grupi, me qenë se para 2 vitesh keni pasur një takim me kryetarën e Komitetit Ushtarak në NATO dhe keni njoftuar që aty keni diskutuar edhe çështjen e Kosovës. Më intereson të dim si anëtar i NATO-s a e ka ngritë Shqipëria shqetësimin e pajisjes me armatim nga Kina të Serbisë, me qenë se ju keni dëshmuar edhe një deklaratë që bashkët me Kosovën dhe me Kroacinë. Kroacia ka paralajmëruar se ka ngritë këtë shqetësim në NATO pas derës së raketave hipersonike që kanë qenë prej Serbisë, cili ka qenë veprimi i Shqipërisë qarshi këtyre zhvillimeve, edhe a ka shqetësime nga Shqipëria po ashtu edhe në kontekstin si anëtar i NATO-s për tërheqjen e trupave amerikane nga rajoni Ballkanit Perëndimor në tekste veçantë nga Kosova, me qenë se është shqetësim edhe i senatorëve amerikanë që është parë në presidentit Donald Trump. Në të dyja vizitat që